Rreshet e shiut ja kanë lënë vendin Doborës në qarkun Dibër, në lartësi deri 1000 metra mbi nivelin e detit, pati rreshtje dobore, e cila arriti deri në 10 cm, por pa krijuar probleme me qarkullimin e automjeteve. Njësitë e Dibër si Lura, Kalaja e Dodës, Arras janë mbuluar nga bora, ndërsa rrugët që i lidhin me Peshkopi janë të hapura. Në Bulqiz rreshet kanë prekur fshatrat e Tërnovës së Madhe të vogël, si dhe disa fshatrat e njësisë administrative Martanesh. Në Klos rreshet e Doborës përfshin fshatin Zibër Murrize, po pa penguar lëvizjen normale të banorëve, ndërsa zona e Qafë Murrizit është shfrytzuar nga të pasionuarit e makinave. Në Mat situatë problematike vijnë të jenë në rrugët rurale, të cilat u dëmtuan nga rreshet e shiut që përfshin vendin prej një jave. Hecet Ulës e Shkopet kanë hapur portat për shkak të prurjeve të mëdha të lumit Mate, rrjedhëve të tjera. Sinoptikanët parashikojnë që moti do të jetë i paqëndrueshëm, ku do të rikthehen rreshet e shiut në orët e vona të mbrëmjes së sotme, për të vijuar edhe në 2 ditët e ardhshme. Sa kaq temperatura do të jenë në rritje, ndërsa përmirësim të kushteve atmosferike pritet të ketë të njëjtën dhe të premte.